Nëse ka diçka që na bashkon të gjithëve përtej kohës, brezave dhe kufive, ajo është tradita. Dhe kur tradita merr pjesë përmes muzikës, veshjeve dhe vallëzimit, atëherë kemi një festë të vërtetë të kulturës tonë. Sot Saraj kthehet në një skenë të madhe folklorike, sepse nis edicioni i 16 i Saraj Fest. Një festival që tashmë është bërë simbol i ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë sonë kulturore. Për të na treguar rreth organizimit, sfidave dhe emocioneve që sjell pikërisht ky festival, në studio kemi edhe koordinatorin Jakub Pajetin, si dhe dy vallëtarë të cilët na kanë zbukuruar këtë studio sot me veshjet e tyre nga ansambli Drita e Dërvenit, që janë edhe pikërisht zemra dhe kryefjala e këtij eventi. Mirë se erdhët në emisionin Ritmi i Ditës. Sot jeni përplot me emocione, ngarkesa psiqike, sepse sot edhe fillon kjo ditë e madhe, fillon ajo traditoria që për juve është përplot 365 ditë aktivitete, mendime, strategji, se si ta organizoni, dhe këto 3 ditë janë ato 3 ditët tuaja. Dua, zotri Jakub, më tregosh se emocioni që nga orët e hershme të mëngjesit. Sigurisht, fillimisht faleminderit për ftesën, duke fillu ditën me emisionin e juaj, duke tregu, në fakt duke elaboru gjithë këtë traditor të organizum pikërisht deri në detajen e fundit. Sigurisht që e dini, festivali Saraj Fest po organizohet i 16 me radhë, 16 vite, po sigurisht 10 vitet e fundit edhe ka boj bujt madhe. Ka morë përmasat e jashtëzakonshme, përmasat një festivalit shumë profesional. Kështu që sigurisht me datë një maj ku edhe është themelimi i këtij festivali. Sot fillojmë në fillim, në fakt do me thonë, fillojmë me parkun e Sarajt, ku si vjetë pikërisht kemi përzgjedhë grupe të ndryshme. Që do të thotë grupe, paka shumë kemi bërë një laramani të grupeve, laramani qyteteve të ndryshme, shteteve të ndryshme. Në fakt kemi Sarajevën, kështu do të thotë një grup me cilën bashkëpunojmë gjatë kohë. Sigurisht që edhe bashkëpunojmë me festivalet, ato organizojmë festival, ne organizojmë festival dhe shkëmbejmë kështu to traditat. Sigurisht, përveç kësaj kemi edhe Malenezi, një shoqëri shqiptare, edhe ato do performojnë në festivalin tonë, kemi Durrësin, një ansambël Arjan Plaku, kemi Kosovën si zakonisht. Nëse nuk jam gabime, kemi pas edhe këtë nga Durrësi edhe një vit para 3-4 vite. Ashtu, ishte vitin 2023, nëse nuk gabojmë, apo 24 kështu ishte. Prapë si vjetë ishte një ansambël shumë i bukur. Pa tjetër, e kemi Kosovën, si dhe e kemi Mindorokun nga Shkupi. Flasim për ditën e sotshme. Për sot, po. Çfarë do të thotë kjo për ty personalisht? Do drejtohem me ty, si një organizator i cili 90% e barës ju bie drejt organizimit dhe ajo perfekcionizmit që gjithçka të del ashtu siç duket, sepse 16 vite nuk është pak, ju e keni treguar seriozitetin tuaj, e keni treguar për kushtimin e dhënë maksimal që e bëni, që çdo person që është pjesë e ansamblit të ndihet mirë, të ndihet normalisht i sigurt, i qetësuar, dhe çfarë do të thotë kjo për ju? Sigurisht se në çdo fund vit ne organizojmë mbledhje. Drejtori i festivalit thirr mbledhjen, cakton detyrat e secilit, ku që bare e gjithë organizimit në takon mu, duke fillu nga përzgjedhja e grupeve, pastaj akomodimi i grupeve, koordinimi i gjithë festivalit, edhe kështu me radhë. Mirë po, duke pas parasysh se kam një ekip madh, kam një ekip ku ishin edhe vetë përveç që vallëzojnë, edhe ndihmojnë koordinimin e festivalit. Për mua është edhe shumë më e lehtë kjo të kryhet deri ditën e tretë e festivalit. Deri ditën e tretë. Dua të filloj me vajzën e bukur, e cila sot na ka sjell një nur të veçantë në emisionin tonë, dhe këto ngjyra kaq të bukura që çdo shqiptar që i shef i lëviz pak zemra në vend. Çfarë do të thosh për ty të jesh pjesë e festivalit Saraj Fest? Është një ndjenjë shumë e mirë. Unë jam që 8 vite në valle. E që nga fëmijëria e ke dashur vallëzimin dhe ke dashur që sot një ditë pra të jesh ajo e cila normalisht do e përfaqëson edhe Dritën e Dërvenit? Po, sigurisht, po. Jam që 8 vite në valle dhe është edicioni
pestë. I festivalit që ti je pjesë e festivalit Besir. Më thuaj, si ka nisë rrugtimi yt në vallëzim? Fillimisht ju falenderoj për ftesën që na ftuat. Dhe sa i përket festivalit Saraj Fest 2026, shpresoj të jetë mirë si viteve tjera. Të shpresojmë, aty të kemi edhe ty i cili është i pandalshëm Besiri, vrapon, tërkohën dhe kujdeset që gjithkusht i ketë ato kërkesat e veta të plotësuara. Përmende Jakub 16 vite, ato janë 16 vite punë e përkushtim i pandalur dhe tregove se që 10 vitet e fundit e ka marrat një seriozitet. E profesionalizmit. Po. Më thuaj si ka evoluar gjatë viteve ky festival. Në fillim normalisht gjithçka që fillon në fillim nuk është se i dim gjërat, pastaj mësohemi ndonjëherë edhe nga gabimet tona. Sigurisht duke pas parasysh se ne si shoqëri kulturale artistike Drita e Dervendit udhtojmë festivalet e shumta. Edhe aty ti vetëm se në çdo festival ku je pjesë e atij eventi, ti nga ajo përvojë vjedh ka pak shif si bon organizimet, sidomos festivalet që organizohen festivale të mira. Është ajo e Turqisë ku njihet Turqia më duket për festivalet organizimeve të ndryshme, festivaleve të mira, kështu ka pak vjedhim ndonjë ide, ndonjë detaj të cilën ne nuk e kemi pas, edhe vjet pas vjeti kemi fut në atë programin tonë apo në atë koordinimin tonë, edhe kështu që këto kohën e fundit dhe vitet e fundit me të vërtet festivali ka më ndryshuar. A është e vështirë të organizosh një festival kur flasim edhe me nivel të lartë ndërkombëtar, se nuk po flasim për diçka pak më të thjeshtë, po ju e kemi edhe shtete të ndryshme të cilat nga gjithë Evropa kanë ardhur dhe kanë performuar në këtë festival. Sa është e vështirë të menaxhohet? Thash edhe pak më herët, nuk është e vështirë të organizohet, duke pas parasysh ekipin e cili rrin mbas. Mirë po, për zgjedhja e ekipave si vjet pak ka hatërmbetje ndonjëherë? Jo, nuk ka hatërmbetje në këtë drejtim, për shkak se ju japim mundësi çdo vit secilit grup. Domethënë, grupet të cilët nuk kanë marrë pjesë në këtë vit, do marrin pjesë vitin tjetër ose kemi hapësirë për vitin e ardhshëm. Mirë po, duhet të them që si vjet ishim pak ashtu kushtet pak më ndryshe, edhe kemi ndryshuar pak edhe strategjinë e festivalit. Përndryshe viteve tjera kemi pas shtete pak më të ndryshme. Po si vetë kemi ndryshuar pak strategjinë e festivalit. Do flasim pastaj. Po. Më thuaj se sa është e vështirë sot të mirësh me folklor, me vallëzimin folklorik? Nuk është as pak e vështirë nëse ke për shembull hobi ose dëshirë për me bë, nuk është as e gjen kohën, e gjen mënyrën se kur thon nuk kemi kohë, ndërsa të rinj gjen kohë për diçka që duan patjetër që po. Sigurisht duke u inkuadruar këtu, e dim gjithë se Besiri dhe Lazimia janë edhe dy koreografë të grupës dytë, cilët po punojnë intensivisht me të ritëm, me aktivitete. Normalisht, hapat e partë të tyre Sigurisht po. U amësojnë. Sa kohë stërvitje nevojitet për të qenë gjithçka e kompletuar për një performancë? Nevojitën 4 ose 5 prova. A i fletë se është profesionist me vitet e tëra, po ta flasim e dikë që me punët si puna ime që nuk din asë si ta ngrej dorën lartë, për mua do dëmëtosh ta herë 10 do duen. Ne zakonisht të ndërlidhem pak të Besiri, ne zakonisht gjdo festival, kur vjen radha e festivalit, përveç pregaditjeve ose të koordinimit, ne si shoqëri kulturale artistike Drita e Dervendit, jemi mësuar që hapjen e festivalit ta bëjmë me vallet ndryshme. Çdo vit. E di, sigurisht për shkak se pjesë e kësaj ekipe. Unë jam pjesë e familje. Po, sigurisht. Edhe këtë vit isha pak me vonesë, mirë po këto disi nisën reagimet, nuk kemi diçka të re si vjet. Shif thash unë jam me vonesë pak. Mirë po e di që ju mund ta kapni me njëherë po. Unë elaborimin e një kollazhet vetëm se e kisha të përgatitur. Kemi filluar besoni për 4 provat e kalume, e kemi promë ishte edhe prova e fundit. Besoj që gjithçka sigurisht po, diçka e re. Unë do jem kritikues jam më e madhe, sot kështu që do e shohim. Jakub, dua të të pyes sa ndikon festivali Saraj Fest edhe në promovimin e Sarajit dhe të kulturës shqiptare në përgjithësi, sepse ka njerëz nga gjitha vendet që vinë vetëm ne e themi ashtu si në shtëpinë tonë sehri me u pa. Vetëm disa vinë ashtu, disa vinë nga dëshira për të parë veshje të bukura, disa vinë nga dëshira për të parë vallëzime, po sa ndikon kjo edhe në promovimin e kulturës tonë? Unë besoj se ndikon shumë. Për cilën arsye është se
Sarajt në përgjithësi si komunë, festivali Saraj Fest po i sjell grupe të ndryshme, po i sjell kultura të ndryshme, po i sjell shtete të ndryshme. Nuk du të rikthehem mas, po ndërlidhem pak të pyetja. Dikun vitin 2023 kishim një grup ku erdhën, ishte largësi e madhe. Edhe ato kur i pa bukurit e Sarajt, natyrore që i ka Saraj, me të vërtet edhe u habitën. Kështu që vjet për vjet komunës Saraj po i sjellin kulturat ndryshme edhe normal që njerëzit edhe pa. Këto kultura padyshim nesër do ngelen edhe në mendësitë e gjithë atyre që kanë qenë dhe mjafton që ndonjëherë të thuhet kam qenë në një vend kaq të bukur siç ishte Matka apo liçeni Treska apo pa marr parasysh diçka e bukur nga një vend se ne ngado që shkojmë marrim diçka me vete në kokën tonë dhe në kujtesat tona. Po patjetër jo dhe rastësisht për shkak të ditës ngarkuar që është sot edhe hapja e festivalit, ne nesër, do me thonë me 2 maj dhe 3 maj, gjatë ditës i kemi lënë një orar të lirë, që ato t'i vizitojnë vendet ndryshme, ku tha Matka, pjesë ndryshme të Shkupit që ato të njoftojnë. Po patjetër, sigurisht, edhe për qatë, përveç që kanë ardhur të vallëzojnë, të regojnë kulturat e tyre, kanë ardhur edhe të vizitojnë vendet ndryshme, që ndoshta një pjesë ose një shtet ose një shoqëri kulturore artistike që vjen në festival Saraj Fest, patjetër të ketë edhe njohuri për vendin se ku është duke performuar, po patjetër. Ma herët, Jakub the për zgjedhja e ansambleve këtë vit ka qenë pak më ndryshe për shkak të kushteve. Sa po merr mbështetje nga institucionet për kace ashtë dhe nëse po, ashtë e mjaftueshme? Thash, kur jemi te përkrahja, nuk e di, ndodh që një vit tjetë përkrahja shumë e madhe, ndodh që në vit tjetë ajo mesatare, ndodh dhe një vit jemi edhe pak ma dop. As pak. As pak, po. Mirë po, as pak nuk ka ndodh, mirë po t'jemi pak ma dop. Kështu që Saraj Festi çdo herë organizohet në mënyrën se sa ka sipas buxhetit. Viteve ndryshme ishte pak më ndryshe buxhetit, si vjet është pak më ndryshe. Kështu që po e them edhe një herë, kitë mvaret se sa buxhet kemi. Prapse duke ju falenderuar, domethënë duke fillu prej Ministrisë Kulturës, duke fillu nga Komuna e Sarajit, Komuna e Çajirit, edhe afarisë ndryshëm që i ka Komuna e Sarajit, duke ju falenderuar me zemërgjërsinë e tyre që kanë ndihmuar. Lazime duat më thuash, a ke emocione dhe pas shumë performancave, apo më tani je mësuar dhe absolutisht emocionet nuk i merr me vete në skenë? Patjetër kemi emocione, por jemi mësuar. Nuk është se më tani sikur herët e para kur ke dalë në skenë ku ndoshta edhe ke pas ato dridhjet e para të cilat normalisht na paraqiten. Beser duat më thuash cila është vallja që të përfaqëson më së miri që ti e ke për zemër? Gjitha vallet. Nuk ke ndonjë kështu favorit? Jo, ka favorit. Por të gjitha vallet Jakupi sy e vesh është nga ti tash ta shef se të gjitha vallet më shkojnë për këmbën. Nuk kam diçka. Zguzon, tash hajde zguzon me thënë se koreografi nuk kemi. Pra ishim të diskutu se kush merr pjesë sot me mu në emision, edhe zakonisht jam mësu Lazime Besir. Tash ai pak të bëjmë një ndryshim të vogël, të ndryshojmë kush prej juve. Jo, Lazime Besir janë standarde edhe përveç që e meritojnë në drejtim, ku e thash edhe pak më herët që e kanë edhe obligim për t'jenë pjesë edhe për të marrë edhe me grupet e dyta. Tash falenderim i takon gjithëve, duke fillu prej drejtorit, këshillit artistik të festivalit, valltarët e kështu me radhë. Gjithëve patjetër. Dua t'i pyes edhe këta, pasi që janë shumë më të rinj se ne dhe e dim botën e të rinjve tani. Sa janë të interesuar të merren me folklor? Apo është dëshuar ajo dëshira e tyre? Ka, nuk është që nuk ka, por është shuar. A i influencon ti? A tenton t'ju folësh, t'ju flasësh, t'ju thuash? Ju rapin vullnet, a më ka interesant. Sa ka pas edhe më herët, për më herët ishte një nder të jesh pjesë e një ansambli dhe të vallëzosh, por tani dëshira, ndoshta rrjetet sociale dhe teknologjia e ka bërë punën e vet. Nuk e di, Gjanan, na çdo herë mundohemi t'i ofrojmë të ri. T'i ofrojmë zakonisht këtu në këtë drejtimin e vallëzimit, mirë po e shoh kohën e fundit që disi ka stagnu kjo punë e kësaj, mirë po prap Besiri edhe Lazimja mundohet
ato që janë 30 ose 50 mundohen t'i mbajnë, ti Për jo këto ti aktualet edukojnë, nuk po ti flasim. kem parasysh detajet. Dua Jakub të të pyes, a ka rrezik që festivali të harrohet dhe si, nëse po, si e luftoni këtë që çdo vit të sillni risi dhe sa më shumë çdo vit të tërhiqni edhe shikues të cilët vinë padyshim vetëm e vetëm për ta ndjekur festivalin? Të harrohet asesi. Domethënë, nëse është nevoja, do e mbajmë një ditë. Mirë, po të harrohet asesi. Me ato kushtet që i kemi, me ato do organizojmë. Patjetër, po të harrohet asesi. A shkon, ju sigurisht merrni edhe me statistikat e atyre që vinë për të ndjekur festivalin, a ka interes dhe arritet numri çdo vit i atyre që në vit ta ndjekin festivalin? Në këtë krahasim e shohim për shkak se e dim me datë një maj mo gjithë dalin, aty është mo diet apo deshi eki. Ne e shohim domethënë me 2 ditë të tjera. Interesimi është i madh çdo vit e më tepër. Pse? Duke pas parasysh se mo publiku vetë se e ka kuptu. Hajtë shohim këtë vit se sa refesht çfarë grupe ka pru, çfarë ngjyra, çfarë valle do performojmë grupet. Por atë domethënë e shohim këtë statistikë se vetëm mo ka nisë këtë interesimi më i madh. Sa punë ka një festival që publiku as pak, as nuk e sheh, as nuk mundet mendja t'ja kupton që aq shumë angazhim ka dhe themi një vjet përpara, ndoshta do e shohin shumë. E thash në fillim 365 ditë ju merreni me këtë punë. Mirë, po punë intensive 6 muaj para kohës kemi fillojmë përgatitjet. Thash duke fillu përzgjedhja e grupeve, interesimi, mbledhjet ndryshme e kështu me radhë. Domethënë mbledhja e fundit ishte mbron. Duke pas parasysh përfundum me grupin provat për programet që i kemi sot. Bas asaj edhe më ishte mbledhja e përfundimtare, duhet të shohim a i kemi gjithçka në rregull apo jo. Ma herët thatë se i motivoni të rinj dhe tentoni që t'i mbani sadopak, cila është mënyra që i motivoni? A ndonjëherë ju tregoni për eksperiencën që kaloni edhe ju në për festivale, se sigurisht keni qenë pjesë e festivalet vetë shumta pjesëmarrëseve të Dritës së Dervenit në shtete tjera. Po, ju tregojmë. Dua ta filloj me Besirin, urdhnave. Ju tregojmë video. Okej. Ju japim vullnet që të mirën me këtë sport, me këtë valle. Do me thonë mos... Thjesht është një pasion. Po, thjesht është një hop. Po. Më thuaj, a ka konkurrencë me zvaltarve apo bashkëpunim? Jo, bashkëpunim. Bashkëpunim. Një zëri e thanë. E kuptum. Një zëri e thanë. Okej, nuk ishte kjo e rregulluar, nuk i dinin pyetjet paraprakisht, kështu që ishte një përgjigje e shumë konkrete. Sigurisht, se ky grup për momentin që është flas për grupin e parë, besoni që me të vërtet janë kompletuar. Jo vetëm që janë kompletuar si ekip për valle, po edhe shoqënisht janë shumë kompletuar. Këto më familiarizohen, kalojnë... Po nuk e di, valltari më i ri tash është Enuari, edhe 2 tjerë, kështu që edhe ato më veç kanë fillu t'jen në rrugën e këtimve edhe shoh që ndonjëherë mundohen pak t'i daj, po jo. Nuk kam pas sukses. Nuk ke sukses asë, jo, mi ndasim me i vra. Ku e shifni festivalin në 10 vite të ardhshme, apo më saktësisht të them për 4 vite do jetë 20 vjetore, 2 dekada, dhe ku e shifni festivalin? E të kallë pak më herët, ne si ekip, të shi të them në të popullor që ndrojmë që ta kemi një festival, sukur festivalet që i organizon Turqia. E presim 20 vjetorin ashtu në atë nivel? Po besojmë, nëse do zoti pse mos. Nëse është, po mendoj, përderisa është kjo ekip pse mos. Po, patjetër. Në fund çdo pjesëmarrës merr nga një mirënjohje nga ju për paraqitjen e tyre. Nga lindi kjo ide që të paktën ata të ndjehen të vlerësuar për ardhjen e tyre dhe për mundin e tyre që kanë bërë normalisht për të performuar para syve tanë? Në festivali edhe pse ka karakter revijal, nuk ka karakter garues. Ne kemi vendosur që paka shumë me atë mirënjohje ose me atë plaket që ato do e morin, ta dinë se me çfarë ku në festival kanë marrë pjesë, i cili festival ka qenë me radhë, edhe ajo është si shenjë mirënjohje që për pjesëmarrjen që në fakt ato na kanë nderuar neve që janë pjesë e festivalit. Janë pjesë e festivalit. Pasi që je pjesë dhe ti edhe koreograf i Dritës së Dervenit, dua të pyes sa është e vështirë të ruhet origjinaliteti tani i valles në këto kohët moderne? Po, paksa është e vështirë. Është paksa e vështirë,
mirë po çdo herë mundohemi që mos dalim jashtë originalitetit. Duke pas parasysh se tash mund të ndodhe edhe këto lakimet, mirë po nuk guxojmë asesi. Duhet që qëndrojmë stoik në tradicionalin që e kemi me sa vite. Pretendoni dhe mundoheni që nëpërmjet valles edhe atyre të cilët ndoshta edhe shqip as pak asnjë fjalë nuk din ta thuan, tu angulitni nga një pjesë të traditës tonë? Sigurisht, jemi Sigurisht. Çfarë pritni sot? A jeni të lodhur, a jeni të emocionuar? Të emocionuar, Të emocionuar. Sot ju e hapni festivalin, ata unë gjithmonë them protagonistët apo fajtorët kryesor, e hapnim një koqirët, dhe me cilën valle do e hapni sot? Guxoni ta thoni? Guxojmë, do e elaborojmë kështu, një kolash vallash, jo më shumë informacione. Më shumë të nëskenjë. Kolash vallash, sigurisht. Okej, pretendoni edhe matutje të merreni me vallëzim? Patjetër që po. Në cilën moshë jetoni? Unë jam 18 vjeç. Mashallah, sa e re. Kemi harru kur kemi qenë 18 vjet. Dhe pse jo nesër edhe ti të kesh grupin tënd, ndoshta vajzat që... Patjetër, po, sigurisht edhe për atë... Unë nuk, si të them, për mu janë gjithë barabartë. Pa, patjetër. Duke fillu nga Besiri dhe Lazimja... Ti ke si fëmijët e tu? Ja, unë nuk ka ndodhë baja ashtu lëshime. Dhe mirë po e përmendë edhe më herët se pikërësis janë caktu Besiri edhe Lazimja. Njëzëri. Po, mirë po jo vetëm këto, do më thonë duhet qenë gjithë përfshin në ushtrimin e grupeve dyta e kështu me radhë. Do më thonë nuk guxojmë veç to dytë janë, do më thonë në përgjithësi. Kur thamë partit bashkë, do më thonë bashkë duhet qenë kështu ndrejtime. Po, Besir, ti pretendon edhe matutje të merresh me vallëzim? Po, do të vazhdoj. Ju ka futur në gjak, të është futur dhe tani asesi të të largojt. Unë duat ju përuroj patjetër për dukjen, e keni një dukje jashtëzakonisht shumë të bukur dhe e them edhe për një herë se ngjyra tjetër i dha të emisionit. Ka nga ata që nuk e din festivalin? Ndodh ndonjëherë që askush mos ta ke dëgjuar? Ndodh, edhe pse mundohemi që me kohë t'i shpalosim datën e festivalit, programe propaganduse, me kohë mundohemi, sigurisht, mirë po ka dhe që nuk e din ku mbahet, si mbahet, edhe pse çdo herë jemi mundu që jemi qartë. Po, momentin që fillon Tuponi dhe Zulja në atë parakalimin e grupeve, dihet se veç po fillon Saraj Festi. Dua një pyetje që ndoshta shumë rrallë ju drejtohet edhe organizatorëve, ajo që juve më së shumti jam e sigurt, ju brengon është siguria e çdo pjesëmarrësi në këtë festival. Ka ndodhur ndonjëherë që diçka mos të jetë në rregull apo gjithmonë gjërat kanë funksionuar ashtu në vijim? Besoj që çdo herë ka ndodhur tjetë ajo në vijim. Besojmë që edhe sot tjetë sikur vitet e kaluara që e kemi kalu. Me buzëqeshje normal. Ne vetëm se i ftojmë që të vinë të përcjellin Saraj Fest, shohin njerëz, kulturat ndryshme, vallet ndryshme, programe, të cilët ndoshta edhe vitin e kaluar nuk i kam pa. Normalisht. Dua të për të tretë është kjo pyetje, ka ndikuar ansambli në jetën tuaj personale? Sigurisht, më vetëm se edhe pak kremtoj 36 vjetorin që jam aktiv në këtë drejtim. Do me thonë ti edhe 20 vjetorin e do e kesh 20 vjetorin tanë, kështu që do festojmë diherë. Lazime, a ka ndryshu mënyra fakti që ti je pjesë e këtij ansambli dhe mënyra fakti që ti je një valltare në mënyrën në jetën tënde personale? Po patjetër, është një ndjenjë shumë e mirë dhe kjo të bën shumë krenare, patjetër. Besir? Nuk përshkruhet. Një ndjenjë që nuk përshkruhet, përgjigjen më të mirë ma dha Besiri. Një mesazh dua nga të tretë për të gjithë ata që normalisht nuk e kanë ndjekur si ti thrasim, pse ti je pjesë e festivalit, një mesazh motivues. Po, normal. I thrasim, e thash edhe pak më herët, thrasim të shohin se keni muzikë, keni argëtim, keni valle të bukura, ngjyra të bukura. Në fakt, përveç, mirë, ma kujtove këto më të përveç që me valle si vjetë, kemi ftuar edhe disa këngëtarë,
Po nuk doja unë ta them. Po, e them unë. Disa herë të pyeta, disa herë të pyeta. Okej, këtë jemi okej. Jemi za, po jemi zgjuar nga gjumi, s'ka lidhje. Sigurisht. Edhe kemi vëllezërit Sejdiu. Okej. Kemi këngëtarën Vlora Kastrati Shala, e cila këngëtare vjen pak më special. Okej, Vlora na vjen nga jashtë, pa. Po. E bravo. Kështu që do kemi edhe performanca pika muzikore. Argëtim, kështu po. Për të gjithë ata që E kemi bo si vetë një elaborim pak më ndryshëm. Që ka ma special. Këtë vit e me zipres që të vide, që të argëtojemi t'i kalojmë ato momente më të bukura së bashku, sepse ajo ndoshta prapa skenës është momenti më i mirë se vetë skena. Lazime dua një mesazh për të gjithë të rinjt që të vinë sot dhe t'jenë pjesë e festivalit. Patjetër, nëse ki dëshirë gjithçka bëhet. Pa, Besir? Mesazhi im i fundit është që të vinë dhe ta shijojnë festivalin. Dhe të kënaqemi gjithë së bashku. Jakub, edhe diçka na ka ngelur? Po, mendoj që për këtë minutazh i elaboruam gjitha. Po. Besoj prekëm gjithçka, ha? Besoj që i kemi prek gjitha. Nëse vetëm se kemi harru diçka. Nëse kemi harru, ata le të vinë ta shohin. Ata le të vinë ta shohin se çka na kemi punu për këtë periudhë. Për këtë festival. Ka që të madhet i cili e i feston më 16 vjetore. Nuk ju falemnderit shumë edhe njerë që ishit pjesë e emisionit tonë, nuk do t'ju ngarkoj më shumë, nuk do t'ju mbaj më shumë sepse e di që janë duke ju pritur më veç se atje. Para se të vim këtu në emision, vetëm se u lemruam grupet që kanë mri, Malizi i dëgjuam, kështu që e dim që... Bosnia ka mri, presim tash të vjen edhe Durrësi, shoqënit lokale më vetëm do vim pak më vonë. I kemi tanët ata. Sigurisht, tash prej në emision drejt në organizim. Drejt atje, ju urojmë shumë suksese, punë të palodhshme, po edhe nëse lodheni do të çlodheni pas të hënës, kështu që vetëm suksese sot. Faleminderit. Faleminderit.